Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dalë ndaj kreut të shtetit serb Aleksandar Vučić me akuzën e hapur se tentoi të prish takimin e Brdo Brionit që u mbajt në Durrës. Ajo pohoi për televizionin publik se Vučić ju drejtua samitit me ofendime dhe arrogancë. Natyrisht për çdo propagandë që Vučići synonte që të prezantonte para pjesëmarrësve, ne si Republikë e Kosovës kishim argumentet tona të fuqishme, argumentet në anën e së drejtës dhe argumentet të cilat janë fuqizuar e mbështetur edhe nga e drejta ndërkombëtare nëpërmjet mendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Si Kosovë jemi pro bashkëpunimit rajonal, por në të njëjtën kohë do ta mbrojmë interesin ton shtetëror, do ta mbrojmë sovranitetin ton, integritetin ton territorial. Gjatë samitit, sipas Osmanit, Vučić u ankua edhe për marrëveshje në fushën e mbrojtjes që Kosova, Shqipëria dhe Kroacia arritën marsin e këtij viti. Edhe një herë kryetarja e shtetit të Kosovës sqaroi se ky bashkëpunim ka për qëllim mbrojtjen. Në të gjithë historinë e ekzistencës sonë si kombë, ne asnjëherë nuk kemi sulmuar askënd, nuk kemi pushtuar askënd, por gjithmonë e kemi mbrojtur dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë integritetin ton territorial. Aleancat tona janë aleanca mbrojtëse, për të na mbrojtur nga rreziqet që na vijnë nga të tjerët. Për Kosovën, rreziku vjen nga Serbia, kështu që ne do të vazhdojmë ta fuqizojmë ushtrinë ton, ishte komenti i saj. Vučić vetë që shprehur për mediat se gjatë takimit kishte pranuar përplasjen me Osmanin, kur u diskutua për integritetin territorial, që sipas tij çdo kush e interpreton si çdo. Imagjinoni kur Vjosa Osmani vjen dhe flet për integritetin territorial dhe mbrojtjen e integritetit territorial, të rrotullohet stomaku dhe të gjithë e dëgjojnë dhe tundin kokën, deklaroi Vučić.